Padyshim që është në kuadër të NATO-s por dhe të Bashkimit Evropian. Dhe disa vende të Bashkimit Evropian dhe jashtë Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë, Britania e Madhe sot ka shprehur një shqetësim për një analizë më të thellë në raport me Bordin e Paqes për faktin sepse kjo ftesë është adresuar dhe presidentit të Rusisë Putin dhe duke parë që ajo çka do të zhvillohet në Gaza mund të krijojë një precedent më të gjerë dhe brenda këtij konteksti a ka ndonjë analizë nga qeveria apo ku diun nëse ka një këshill sigurisë kombëtare më Shqipëria se duket që se ka, pikërisht me element të mundshëm të cilët do të në një mënyrë apo në një tjetër mund të efektojnë interesa jo vetëm shqiptarëve në Shqipëri, por dhe interesat shqiptarëve në rajon. E them këtë sepse mund bëhemi antarë të këtij bordi paqe, por pesha dhe relevanca jonë pastaj është krejt irrelative në raport me vendimarrjet. Duke qenë dakord 100% që ne të jemi në bordin e paqes, mendoj që do ishte e vlefshme dhe një analizë në këtë këndvështrim për efektet që mund të ketë ky bord paqe, do të thonë për çështje akoma pending dhe në mënyrë të veçantë flas për raportet që ka Kosova. Po, një përgjigje nga kryeministri, po, patjetër. Jo, me që po përsëritet edhe një pyetje edhe që mos shqetësoheni sepse kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisni që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se Zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga Zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që Zoti Mediu rini i qetë.